dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. 2 fermer nga Gjaza e Krutjes kanë bashkuar forcat dhe kanë ndërtuar sera moderne që eksportojnë domate cilësore drejt tregjeve të Bashkimit Evropian. Fermerët Erion Bufasi dhe Afrim Çela nga fshati Gjazi njësisë administrative Krutje, prej disa vitesh kanë bashkuar kapitalin ekonomik, fuqinë punëtore dhe kanë krijuar 3 hektar sera diellore për prodhimin e perimeve. Bashkëpunimi ka rezultuar i suksesshëm dhe fermerët vazhdojnë të shesin për eksport prodhimin e domates me një çmim mjaft të leverdisshëm, duke krijuar të ardhurat të mjaftueshme për familjet e tyre. Avantazhet e këtij bashkëpunimi janë të dukshme pasi i gjithë prodhimi është i kontraktuar për tregun e jashtëm. Përdorimi i teknologjisë së lartë, duke filluar nga përzgjedhja e varietetit, plerat e përdorur si dhe lufta biologjike ndaj dëmtuesve dhe futja e bletëve në kohën e lulëzimit në ser, ka bërë që prodhimi të jetë 100% brenda parametrave të kërkuara nga vendet e Bashkimit Evropian. Kemi biznes familjar me këtë ortakun, punojnë si familje, 2 familje, marrin e punëtor sezonal në moment ashtu. Çdo gjë është me blet, është bio, me insekte, me tëra gjërat, prodhimi është super. Çfarë të jemi me tani? Reklamime për cilësinë a keni pasur? Tregoj vetë malli si nevojë për reklama. Është super. Siç e shikoni dhe vetë, prodhimi është në fillimin e sezonit. Është bio. Është bio, si duket edhe këtu vetë. Pjekja është normale. Këtu kemi të bëjmë me biologjik, Insekt biologjik, blet. Dhe çdo gjë shkon për bukuri. Prodhimin e keni për eksport për eksport apo tregtoni edhe për tregun vendas? Po, prodhimi është i gjithë për eksport. Prodhojmë edhe për në treg vendas. Edhe çdo mall që është këtu në sera është i certifikuar. Super i pastër. Nuk kemi pasur probleme. Janë marrë analizat, çdo gjë shkon në rregull. Futja e prodhimit vendas ju e keni për eksport, por keni edhe për tregun vendas, por dhe fermerëve të tjerë të zonës. Ndikon në rënien e çmimit pasi çmimet e domates vajtën deri në 4.000 ose 5.000 lekë të vjetër. Tash që u fut prodhimi i vendas, kemi rënje? Ka rënje Po, çmimi. kemi pak rënje. Nuk flasim për eksport, por për tregun vendas. Para 3-4 ditësh ishte 2.2 domatja, sot është 1.8. Po gradualisht prodhimi del edhe çmimet do normalizohen. Kjo e ka me orë çdo gjë, do piqet sipas radhës. Do piqet e para, e dyta, e treta dhe fillon çdo gjë me radhë. Gjatë bashkëbisedimit, fermerët janë shprehur se edhe shumë fermerë të zonës, duke parë rezultatet e tyre, po kërkojnë mundësi për të bashkangjitur apo dhe për të krijuar bashkëpunime të tilla. Kryeministri Edi Rama promovon paketën e maleve që sipas tij është një mundësi për të ndërtuar dhe për të kthyer në Shqipëri me video të gjeneruar nga inteligjenca artificiale. Kryeministri Edi Rama ka postuar në rrjetin social Facebook të mëngjes një mesazh informues për paketën e maleve, që sipas tij u jep jetë dhe zhvillim të ri zonave malore, duke lehtësuar investimet e atyre që duan t'i kthehen vendlindjes së të parëve dhe duke krijuar mundësi reale në turizëm, agroturizëm, bujqësi, blegtori dhe agropërpunim. Mesazhin kryeministri ka shoqëruar me një video të gjeneruar me inteligjencë artificiale në lidhje me paketën e maleve. Në video shfaqet një vajzë e cila shpjegon përfitimet dhe lehtësirat që ofron kjo paketë për banorët dhe investitorët në zonat malore. Për vite me radhë, malet tona kanë pasur potencial, por jo mundësi. Në shumë zona malore, toka ekziston, por nuk mund të përdoret. Pa dokumente të qarta pronësie, pa mundësi lejesh ndërtimi, pa akses për investime. Dhe kështu, zhvillimi ka mbetur në vend. Kjo ka sjellë më pak vende pune, më shumë largim nga fshatrat dhe një zhvillim të pabarabartë krahasuar me zonat bregdetare. Ndërkohë, shumë familje e kanë parë tokën e të parëve si kujtim, jo si mundësi. Pikrisht këtu hyn paketa e maleve. Një ligj që zhbllokon këtë nyje, regjistron poseduesit që nuk kanë titull pronësie,
u jep mundësi zhvillimi me procedura të thjeshtuara dhe hap rrugën për investime reale në turizëm, bujqësi dhe ekonomi lokale, me përfitime konkrete. Pronësi me çmim simbolik për ata që investojnë, lehtësime fiskale për 10 vite dhe një mundësi reale për ta kthyer tokën në zhvillim, edhe për ata që duan të rikthehen tek toka e të parëve, sepse malet nuk janë thjesht natyrë, janë një mundësi për të ndërtuar, për të kthyer dhe për të investuar aty ku fillon gjithçka. Bordi i Transparencës ul çmimin e naftës, do të tregtohet me 197 lek për litër, ndryshon dhe çmimi i benzinës. Bordi i Transparencës ka vendosur sërish ndryshimin e çmimeve të karburanteve në vend me një ulje të ndjeshme për naftën. Sipas vendimit të marrë më 18 prill 2026 që hyn në fuqi në orën 10:30, nafta gazoil do të tregtohet me 197 lek për litër, nga 210 lek që ishte më parë. Benzina do të shitet me 172 lek për litër, ndërkohë për tregtin me shumicë, gazoili do të jetë jo më shumë se 185 lek për litër dhe benzina jo më shumë se 160 lek për litër. Vendimi do të mbetet në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të reflektohen ndryshimet e reja në treg. Autoritetet kanë paralajmëruar operatorët e tregtimit të karburanteve për zbatimin e rigoroz të këtij vendimi, duke theksuar se në rast shkeljesh do të ketë pezullim të aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë deklarojnë se synimi mbetet mbrojtja e konsumatorëve dhe garantimi i konkurrencës së ndershme në treg. Përplasje mes qytetarëve dhe policisë pati mbrëm në protestën e opozitës që zgjati 3 orë. U përdorën molotov dhe gaz lotësiellës dhe disa qytetarë deputet të Partisë Demokratike u lënduan. Protesta e 7 kombëtare e opozitës e mbajtur mbrëm u shoqërua me tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe policisë para kryeministrisë dhe më pas pranë parlamentit. Menjëherë pas përfundimit të fjalës së kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, një grup protestuesish hodhën molotov dhe fishek zjarr në drejtim të godinës së kryeministrisë. Policia reagoi menjëherë duke përdorur ujë me presion, gaz lotësiellës dhe spray me piper për të shpërndarë turmën. Përplasjet përfshin qytetarë dhe deputetët e opozitës që ndodheshin në vijën e parë. Si pasoj, disa persona mbetën të lënduar, mes tyre edhe deputetët Luciano Boçi e Klevis Balliu, të cilët u transportuan për ndihmë mjekësore. Po ashtu Flamur Noka u shfaq me lëndime në fytyrë, ndërsa Aulon Kalaja dhe një qytetar tjetër u dërguan me ambulancë në spital për shkak të problemeve nga gazi lotësiellës. Pasi u shpërndan nga zona e kryeministrisë, protestuesit marshuan drejt parlamentit. Përplasjet vijuan pranë xhamisë së Namazjas, ku policia bllokoi rrugën e tyre duke përdorur sërish gaz lotësiellës dhe ujë me presion. Gjatë përplasjeve, disa protestues u shoqëruan në komisariat, ndërsa një efektiv policie mbeti i lënduar. Nga ana tjetër, ministri i Brendshëm Besfort Lamallari përgëzoi policinë për reagimin, duke e cilësuar atë profesional dhe të përmbajtur. Sipas tij, ndërhyrja parandaloi rrezikun e përdorimit të molotovëve. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Berisha dënoi ndërhyrjen e policisë dhe paralajmëroi vijimin e aksionit opozitar, pa bërë të ditur një datë të re proteste. Pas përfundimit të tubimit, ai vizitoi në spital të lënduarit duke akuzuar policinë për përdorim të tepruar force. Dashi i operacionales janë sjellë në mënyrën më shtazore ndaj protestuesve. Janë përdor helme dhe substanca që përbëjnë janë krime në konventa. OpenAI prezanton GPT Rosalind, inteligjencë artificiale për zbulimin e barnave mjekësore. OpenAI ka prezantuar modelin e ri GPT Rosalind, një inteligjencë artificiale e specializuar për shkencat e jetës dhe zhvillimin e ilaçeve. I emëruar në nder të shkencëtares Rosalind Franklin, modeli është krijuar për të ndihmuar studiuesit në analiza komplekse biologjike, interpretimin e të dhënave dhe planifikimin e eksperimenteve. GPT Rosalind synon të përshpejtojë kërkimin farmaceutik, duke identifikuar më shpejt përbërjet premtuese dhe duke zbuluar lidhje që shpesh kalojnë pa u vënë re. Projekti po zhvillohet në bashkëpunim me kompani dhe institucione si Moderna, Amgen, Allen Institute, Thermo Fisher Scientific dhe Novo Nordisk. Sipas CEO-së Modernës dhe CEO-së OpenAI, modeli po ndihmon në kthimin e të dhënave komplekse në plane konkrete eksperimentale dhe inteligjenca artificiale mund të transformojë industrinë e shëndetësisë dhe të përmirësojë jetën e njerëzve.
GPT Rosalind pritet të zgjerojë më tej përdorimin e inteligjencës artificiale në kërkimin shkencor, duke shkurtuar kohën dhe rritur efikasitetin në zhvillimin e barnave. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.